Selamu alaikum të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame. Ju përshëndesim në këtë pjesë të dytë të programit Jeta me Kur'an, emisioni Jeta me Kur'an, i cili realizohet së bashku me profesor Dr. Hafiz Hajreddin Hoxha. Pjesa e dytë e programit është friga nga e ardhmja dhe brenga për të kaluarën, kështu është titulluar pjesa e dytë e programit. Ne ndërkohë, para se të kalojmë fjalën tek doktori, do të ju ftoj të gjithë juve që të drejtoni me pyetjet tuaja, pyetjet të cilat do të mund t'i shkruani në +383 44 888 698 në Viber e WhatsApp, ndërsa adresa në Skype është Radio Dituria Islame, ku mund të drejtoni me pyetjet tuaja. E pyetjeve tuaja do të provojmë t'ju përgjigjemi në pjesën e tretë të programit, do të thotë në fund të pjesës së tretë të programit. Duke mos humbur kohë më shumë, kalojmë fjalën tek doktori për të nisur me trajtimin e pjesës së radhës. Faleminderit Havni. Selamun aleikum të nderuar. Mirë se vini përsëri në pjesën e dytë të emisionit Jeta me Kur'an. Në pjesën e parë e kuptuam apo e diagnozuam çështjen, realitetin ton shpirtëror, psiqik, emocional, në për të cilën sot bota globale, muslimanët të gjithë janë duke u ballafaquar. Pam disa ajete kuranore që të thot Allahu xhaleshanu dhe Kurani po interesohet, të thot, për të mirën e njerëzisë, për më na gëzuar ne. Gjitha mundësitë, gjitha metodat, gjitha mënyrat, gjitha këshillat që e bëjnë robin të lumtur, të gëzuar, Allahu xhaleshanuhu i ka përmend në Kur'an. Ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wassalam, komentatori i Kur'anit, i dërguari Allahu xhaleshanuhu, dhe në aspektin praktik i ka përjetuar këto realitete. Tani sa i përket ajeteve të cilët po flasin për frikën dhe brengosjen, i kemi përzgjedhur disa ajete. Shumë ajete kemi në Kur'an. Ndër ato ajete, Allahu xhaleshanuhu në surët al-Baqara, në ajetin numër 112 thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Po, me të vërtet, bela vjen sigurisht, gjuhën arabe. Ai që i përulet Perëndis, që i nënshtrohet, që futet në fenë islame, komplet, si që treguam më herët, dhe punon vepra të mira, punon vepra të mira, për ata ka shpërblim të Zoti i tij. Dhe për ta nuk ka frikë as pikëllim. Ja, pra këto është tema jonë. Nuk ka frikë, po për të ardhmen, dhe nuk ka as pak pikëllim, po dhe mërzi për të kaluarën. Do të thotë ky ajet po na bën me dije, po na ndriçon, do të thotë po na jep një formulë të madhe për mos më friguar nga ardhmja e paditur, që është e mjegulluar, është në dijen e Allahu xhaleshanuhu, është në ilmul ghaib, është në të mshehurën, është në perde që na nuk shohim, mos më frigu nga ardhmja. Kurani për na jep neve një barë special, një ilaç special, po na thot bëni vepra të mira. Apo do edhe mos u mërzit për të kaluarën. Qoftë të kaluarën tënde të zezë, e përplot njolla, përplot mëkate, përplot krime, po edhe për të kaluarën e dikujt tjetër, familjes, të dashurët të tu, fëmijëve të tu, pasi që e plak, apo pas vdekjes, kush do t'i kqyr këto jetima, kush do t'interesohet për këta fëmijë, kush do t'interesohet për këto foshnjë, kush, apo do në siguri? Po,
formula kuranore, çka po thot? Po, shifni ajetin edhe njerë, dhe punon vepra të mira. Mi u dërzu Allahut, bela men esleme wajhehu. Në gjuhën arabe, sintakset e gjuhës arabe, morfologjinë e gjuhës arabe, po edhe elagoria, belaga, i thënin një shkencë që mësohet për fakultete, po, është përmend kush e dorëzon fytyrën e tij. Po përmendet yudhkaru al-juz'u wa yuradu al-kullu, i thënë gjuhën arabe. Përmendet, do thot, një pjesë e gjymtyrën e njeriut, mirë po qëllimi është tërë trupi i njeriut. Po, këto përdoren edhe shqip në ndonjëherë, po, a keni po pilaj syt. Ti kur ngrihesh në mëngjes nuk e lan vetëm 2 syt, po e lan tërë fytyrën. Po përmendesh një pjesë të fytyrës, syve, po qëllimi është tërë fytyra. Edhe këtu ka kjo ngjashmëri. Ai i cili përulet Perëndis, e dorëzon fytyrën e tij, trupin e tij, shpirtin e tij, bën vepra të mira, s'ka frikë. S'ka frikë, po s'ka frikë për të ardhmen, nga ardhme e paditur, po edhe nuk ka mërzi, s'ke çka të brengosesh atë çka ka kaluar pas. Qoftë për hallet e tua, si tham, edhe për dikën tjetër. Shifni, ka shumë rëndësie. Ajeti numër 2, rreth do të thot frikës dhe pikëllimit. Allahu xhaleshanu në suratul An'am, ajeti 48 po flet. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Që do të thotë? Edhe pejgambert e hershëm që kanë kaluar para Muhamedit alayhi salatu wassalam, shumë pejgamber u dërguan pejgamber. Dërguam ata si hariquës, myshdhëdhënës, përgëzues. Po dhe I kemi dërguar ata qortues. Do thotë, mi qortu popullin e tyre. Pra, shifni tash formulën kuranore. Kushdo që beson, dhe bën vepra të mira, mos të friksohet çka do të vjen të ardhmen dhe mos të pikëllohen nga ato që kanë lënë pas vetë. S'po ndryshon formula kuranore gjatë tërë njerëzisë, gjatë tërë etapave njerëzore. Po vaj halli që shumica nuk e din dhe shumica nuk po ndalen me analizu këtë çështje, do të thotë se si do thotë mushëru nga këtë sëmundje psiqike dhe shpirtërore dhe mentale, depresionit, të stresit, të gajleve, do të thotë lloj sëmundjeve tani këtu mos futemi, do të thonë në lëminë e specialistave mjekësor, do thotë që mos gabojmë. Këto gjanat duhet t'i marrim seriozisht, shërim për popullin. Rrugdalje, alternativa kuranore, do thotë të garantuara se si me dal nga këto kriza të cilat na ka kapluar tani. Çdo kush nga ne. Shifni ajetin tjetër në këtë çështje. Çka Allahu xhaleshano po na flet. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة صدق الله العظيم. آية 277. Ata cilët më falni për kthimin do të pas të haro me qitë si për shifët, ata cilët, po përkthej direkt tash, arabisht, ata cilët kanë vepruar, kanë besu, dhe kanë vepru vepra të mira, dhe e falin namazin, dhe e japin zekatin, shifni formula kuranore, besim, dorëzim komplet I shpirtit, futje komplet në fenë islame, praktik komplet të parimeve islame, jo parciale, jo të pjesërishme, që na pëlqen, po ata cilët kanë besu dhe kanë bë vepra të mira, e kanë fal namazin dhe e kanë dhënë zekatin, shpërblimi I tyre do të jetë Allahu. Plus s'ka frikë për ta. S'ka frikë për ta në të ardhmen dhe s'ka pikëllim për këta pas tyre që ka lënë. Qofshin ato gabimet personale apo do të thotë
galet dhe brengosjet familjare. Mos u pikëllo, mos u mërzit. Allahu xhaleshanuhu po do të kujdeset për ta dhe ty do t'i largoj këto mbrenga nëse ti të thot je i lidhur me Allahun xhelle xhelaluhu. E prandaj këto ajetet, vëllezër të ndershëm, motër të ndershëm, çka po i kemi parasysh? Na do thot duhet mi pas parasysh, do thot shumë dhe mi dhën kujdes shumë në jetën tonë. Këto formulat koranore që i përmendim disa, thot për me luftu frikën, fobiat, tremën, vezveset, depresionin. Formula koranore çka po thot? Besim në një Zot të pastër, në monoteizëm, në Allah. Mu largu nga triniteti, mu largu nga prallat e besimeve të kota tjera, mu largu nga mosbesimi, nga laicizmi, nga sekularizmi, nga ateizmi, mu largu nga gjitha ato, do të thot, regjimet njerëzore që kanë kaluar, do të gjatë kohës e jenë akoma sot, dikush që akoma krenohet. Po të besosh në një Zot. A mjafton kaq vetëm besimi? Jo, formula thot vepra të mira. Vepra të mira. Edhe është shumë interesante një analist këtyre ajeteve koranore, vepra të mira, salihat, lloj vepra të mira. Humane, edukative arsimore, shaj për aspektin shëndetësor, artikuj ushqimor, do të thot rregullimi, do thot i rrugëve, i spitaleve, shkollave, po punësimi i të papunësuarve, ata të cilët nuk kanë mundësi me u martuar, u lehtëson martesën e tyre, qofshin mashkuj apo femra, ata të cilët do të nuk kanë mundësi, do të për me e siguru një vendbanim, ata të cilët nuk kanë mundësi mu shkollue, nuk munden me gjetë në një bursë, ata të cilët nuk kanë mundësi mu shërue, po vepra do të thot universale, lloj-lloj, bën vepra të mira. Nëse ti këto vepra të mira i bën, atëherë s'ka frikë, s'ka pikëllim, s'ka mërzi, s'ka gajle, po kime pas gëzim. Në këto kohëra të vështira, cilët na jemi duke u përjetu këto probleme, dhe probleme tjera do të thotë, shëndetësore, ekonomike, po luftrat të ndryshme, humbja e sigurisë, papunësia, po problemet familjare, mos respekti i prindërve, po raporti jo mirë mes burrave, bashkëshortë të burrave dhe grave, raporti jo mirë mes fëmijëve në familje, do thot. Raporti jo mirë mes punëtorëve në kompani dhe shefit e tyre. Raporti jo mirë në organizat, qofshin në fakultet apo në universitet. Raportet jo të mira në organizatat fetare, po në përgjamia, raporti xhamat, hoxh, xhamat, hoxh, profesor, student, profesor, po dekan, profesor e tjerë. Gjitha këto problemet, këto vezveset, këto shybet, këto frigat që në kanë fut zemrat tona, i bën gjitha këto problemet i sjell, kur besimi jon nuk është ashtu si duhet në Allahun xhaleshanuhu, dhe kur na kem probleme me vepra të mira. Na kem probleme, do thot, në këtë kulturë të zhdukur, në këtë kulturë që do të flasim tani pjesën e tretë, që nuk po kultivojmë, do thot, kultura e veprave të mira, kultura e dhënjes, kultura e solidaritetit. Po, me fjalë tjera, kultura me dashë të mirën ndaj dikujt tjetër. Atë që don për vete, me dashë të dikujt tjetër. Jo është ai problemi sot i egoizmit që na ka kapluar kokat tona dhe zemrat tona. Rroga jem, barku im, situata jem, kontrata ime, dinari jem, halli jem, nuk më intereson për dikon. Ka, s'ka, po, dikush bile, për me rujt, po, kontratën e ti, rrogën e ti, zhduket, zhveshet, prej tipareve, prej cilësive të muslimanit, fesë islame, qka, po, edhe, bëhet servil, bëhet shpijun, bëhet radhtar, bëhet munafik, dëftyrsh, bëhet, do thot,
njeri i cili mundohet mu afru ta i madhi, ta i shefi i tij. Kudo që tjetë ai shefi i tij, në universitet, në fakultet, në organizatat fetare, në çdo kur, duke bajt lajme, duke bajt do thot postier, vetëm u bëj i mirë të ai, me siguru do thot jetën e tij, rrogën e tij. Ku kuparaton që e ka fshi shejtani përpara, e ka fshi egoizmi, egoja e tij përpara, nefsi i tij e ka fshi përpara, e po kujton që bën vepra të mira. Mungesa e formulave kuranore, po jetës tonë me Kur'an, neve sot kemi fut të thot në këto depresione, këto probleme. Akoma kemi probleme na sot edhe mesin hoxhallarëve, cilët kanë studiu botën arabe, studentave tanë, kolegëve tanë që rizku, çka do me thonë rizku, furnizimi im, po nafaka jeme, rroga jeme, o ndorë Zoti Gjeleshanu, o musliman, o njerëz, nuk o ndorë tënde bre. Po, prandaj nuk ke nevojë ti çka mu e prish një jetin, nuk ke nevojë çka me e prish kokën, nuk ke nevojë çka me prish edhe moralin dhe sjelljet tua për me siguru. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dëgjoni këtë ajet në fund surët Dhariyat. Po, edhe gjint, edhe njerëzit cilët i kam kriju bëdhët, vetëm ibadet mua më mba. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, nuk po du nga ata më furnizu mua, Allahu po thot, nuk po du rizq nga robët e mi, prej njerëzve apo gjinve. As nuk po kërkoj nga ata me më ushqyje mua. Inna Allah është huwa Razzaq, po furnizues që qënë rizq, dhul quwwatil metin dhe i fort, dhe gjithmonë do thot askush nuk mundet mi a thyje vendimin e Allahu Gjeleshanu. Inna Allah huwa Razzaq dhul quwwatil metin, është një forcë e madhe që rizku i tij është i pashtershëm. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo të mira çka i ki krejt pi Zoti Gjeleshanu bre. Pse më ra depresion? Pse më mërzit? Pse më gajlua bre? E ki shëndetin, e ki familjen, e ki fëmit, e për sot ki çka me ngran dhe çka me pi. Po që nuk je bo zengjin, e nuk je bo milioner, a që kjo të të brengos tyja, që kjo të të smun tyja, nëse kjo atër, është vështirë me të shëruë tyje. Mirë po ti duhesh më pajtu, pejgamberi alayhis salam ka thënë, men asbaha minkum mu'afan fi badani, ai cili një ditë del në sabah, gdhihet në mëngjes, i shëndosh në trupin e tij, mu'afan fi badanihi, wa indahu qutu yawmihi. Po, edhe ka ushqim për çat ditë, fa ka'annama hizat lahu dunya bi hadafiriha, sikur se me pas tërë jetën durët e tij. Prandaj nafakën, rizkun, rrogën, po bark nanës tukon, na ka shkrujt në ballë. Ku kum dit une që më ardh më ushqyje për 1 dinar, ka me pas nafak në Katar bre. Ku kum dit une që nafakën me shku më kërkun në Medinë në Arabinë Saudite. Po ku kum dit une bre që nafakën ka me pas me shku në Malezi atje s'ka në dynjas. Po ku kum dit une bre që nafakën me shku atje në Brunes. Ala më larg, po s'ka në dynjas atje. Kum? S'kemi dit. Vetëm për Allahu Gjeleshanu. Prandaj, së mërzit, as mosu gjvesh prej parimeve islame. Mosu zhyt në të mkate, në të punën dyta, që i kimsu në fakultet, i kimsu në shkollë, i kem dëgju hoxhallar, i kem dëgju profesorët tu, që ketjen haram, ketjen dalunën, ketjen dyta, po, e ti, apet, apet, gjem, apet aga hoq, apet mifti, apet kryetar, apet krye imam, apet kështu, anite, andëgjove, po, a pasha kishtë thonë, anite, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me që si fjalë, anite, andëgjove, a lexove, a pasha kishtë shkrujt, ti, me që si, dush me kultivu jetën tënda, e këto gjestet, shejtani knaqet, e shejtani qka?
atëherë edhe ta mush kryq me depresion, ta mush zemrën edhe me gajle, edhe me frikë, edhe gjithmonë kemi jetu të kukat. Gjithmonë kemi jetu duke u anku. Kur s'ki më kon rahat. Pse? E ke haru, nuk ke dërzu komplet Zoti Gjeleshanu. Bela men esleme u vajhehu, që ka tha ajeti marët, a i cili dërzon tërsisht trupin e ti. Sepse, shifni tash këtë slajdin këtu që ka kini para veti. Se si funksionon jeta bre këtu, bre, jeta jonë, njeriu, universi, komplet, tuon tash jenë solidariteti, ajo formula koranore neve që na mungon. Një pauzë të shkurt vëllezër të ndershëm, me një ilahit e bukur, dhe tani në fund do ta shohim edhe do ta japim një alternativë koranore, si të dalim nga kjo gjendje e cila na ka kapluar ne. Allahu na udhëzoft, Allahu na i fal, Allahu na ndihmoj gjithë. Ju faleminderit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum salam, faleminderit shumë doktor edhe për këtë pjesë të dytë. Të nderuar miq të dashur dëgjues të radios Dituria Islame, do të bëjmë një pauzë tjetër me një ilahi tjetër të përzgjedhur nga studio për të rikthyer me pjesën e tretë të programit.